حمدا يكافي نعمه ويوافي مزيده. الحمد لله حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك وعظم على رسوله بكرة وأصيلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: فأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صدق الله العظيم. nderuar xhamat, Allahu Jalla Jalaluhu i bëjmë hamd, salavatet dhe selamet tona të ngrohta i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të kësaj dite të madhe, në muajin e madh të muajit Shawal. I pari ders i mas Ramazanit të si vjem, para se gjithash i drejtojmë lutjet tona Allahu Gjelle Gjelalu që neve të në Ramazanit në këtë bën kabul, kemi qenë pranishëm të madhria e ti me ibadetet tona, lutjet, salavatet, edhe dëshirat tona të flakta, të përzira me dritë, për realizimin e aspiratave të ditura, të një populli i cili me shekuj me radhë, në përgjithësi në shekullin e fundit në veçanti vuan nga ajo vujtje të cilën mas pakti ai duhet të merr hisën e merit. Po besimtarët nuk duhet të harrojnë se Allahu Gjelle Gjelaluhu i sprovon ata që janë në rrugën e drejtë mas së shumti. أحسب الذين قالوا آمنا أن يتركوا وهم لا يفتنون. إن شاء الله s'kemi gabu në ajetin. A mendojnë ata njerëz të cilët thojnë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah se do të i lam pa i shtin provim? Jo, këta mas pakti duhet të paramendojnë ato që janë musliman. Këta mas paku duhet të marrin në përmend ata që janë musliman, me fjalë qera. Në shpinën e spjegimit të këtij ajeti nuk guxon njëri prej neve muslimanëve me mendu se mos unë jam musliman për shkak të vuj. Një varg i gjatë i njerëzve të besimit tonë dhe të popullit tonë, pyetja e cila i mundon ato me madhja momentalisht është: Allahu as po e shef popullin ton çka po vuna. Kjo i nderuar i xhamat bëhet pse Allahu s'po e shef popullin ton, po kjo bëhet pse Allahu popullin ton po e shef. Por ata ndodhin këto. Se Allahu popullin ton për e sheh. E jo një ashtë, kur e kemi këtë besim të vërtet se këto punë po ndodhin pëse Allahu popullin ton për e sheh, do të dim se syni i Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë popull për e sheh me të mirë. Në kohën e fundit, për e sheh me të mirë, me synin e rahmetit ati. Na i nderuar i xhamat, vitet që kanë kalu një 5 dekada me radhë, e përpleqet një dekad i ka 10 vjet. Edhe 5 dekada tjera para këtyre, do me thonë 10. E këta 10 bëjnë një shekull, kemi qenë të denuar prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Edhe denimin e kemi majt
ligjin që është ekzekutuar mbi ne kemi majt atë. Prej vitit 1912 deri në vitin 1998 ne kemi qenë në burg edhe kemi majt ligjin. Ne edhe sot jemi të denume dhe jemi të mbajt emanetin e dhanëm në letër për ne se sa duhet të jemi mrenda. Në këto 3-4 fjalë të fundit ndoshta kemi qenë të paqartë. Mirë po na e kemi obligim për atë që mendojmë se nuk e sqaruam mirë me ju kthi prap. E me i bë disa sqarime edhe më të holla për ta ditë se në prej xhamie nuk dilet pa e kuptu një gjë për shkak se këtu për atë vihet me e kuptu një gjë. Na jemi shqiptarë në Ballkan musliman, një 6 milion a 7, është sa jemi. Anë kanë të botës jemi një 20 milion, të raskapitur, të stërvitur, deri në pikën e fundit, të stërvitur, të ikur, të çorroditur. Ne të nderuar xhamat, thash një fjalë unë se na e kemi majt dënimin. Edhe nuk na u ka bën neve asnjë lloj amnestie për i vitit 1912 deri tash. E me na u paku dënimi pak, me na lëshu më herët. Për shkak se ato që s'kan ditë me na amnestu që 1912 vet, ato edhe sot s'po din me amnestu. Mbeturinat e vjetra, ato që s'dishin me bë në të kaluarën, edhe troat e ati sistemi sot prap s'po din me amnestu. Ato nuk din, ato nuk kanë faj se nuk din, se ato kur nuk janë shkollu në shkollën e ative që i din. Për me dit, duhesh me kalu në bankat e shkollës ku din njerëzit. Ajo bank, ajo shkollë, e ka një emën. Ato nuk janë gjithë shkolla të asaj kategorie, ajo është një shkollë, ajo e ka emrin shkolla islame. Do t'i ceki 2 raste. Të shkollës islame për amnesti, vllazërit e Jusuf a.s. e marrin djalin me intriga prej babës, të dashurin e babës e marrin me intriga se po shkojnë me bë një lojë. E pastaj ngjarja është e njohur më andej, e fugin bunar ato, vren karavani arab, e blejna e nxjerrin nga bunari, nga pusi, edhe e shesin atë për pak pare. Allahu në Kurani Kerim surët Jusuf tha, fasharauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'duda. Tha kanë shit me një çmim shumë të lirë. Tha darahima ma'duda. Tha disa dirhem. Një njeri, një fëmijë e kanë shit. Edhe sot shitën fëmijët në këtë botë. Pra në këtë fush nuk ka shku bota shumë të para. Se edhe sot përshesin fëmijë, po vllau në ka shit për pak dirhem. Me rëndësi. Ja lujtë lojën babës, edhe i pronën këmishën e ti të shkyer me dorë, të përlirë me gjakin se atë hangër ujku, edhe i sollën babës këtë lajmë, edhe i thanë, wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sabiqin. I thanë babës vetë ato, ti nuk je gati dhe s'ke mundësi me besu, edhe atëhere kur ne themi të vërtetën, ti s'je në gatshmëri besimi. Babës i thanë, baba e ative ishte pejgamber i madh. Baba e ative ishte që Allahu për ta solli një histori të gatë në Kurani Kerim. Tha Jakub a.s. Wallahu l-musta'anu ala ma tasifun. Tha e din Allahu xhalla xhelaluhu me të ndihmohem, tha, për atë që ju pe filitni. Me këta ju tha i gjemve se unë po ja u shof hilen se po ju shkruan në lulet e ballit. Po ai ishte i edukuar, edhe të edukuarit flasin vetëm edukativisht. Fa wallahu l-musta'anu ala ma tasifun. Fa adhin Allahu më të mirë me të cilin unë ndihmohem se ju çka po thoni. Të nderuar xhamat,
A Jusuf a.s. shitet në Egjipt për pak pare, edhe sillet rrota për të cilën rrotë të ditëve Allahu në Kur'an tha: "Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas." Tha ditat, boshtin, rrotën e ditëve tha sjell unë. Kështu tha Allahu xhalla xhelalu. Rrotën e ditëve, boshtin e ditëve sjell unë, e ka kuptimin. Një ditë ti e një ditë unë. Çdo gjë rrumbullakët, nëse sillet i nderuar i xhamat, ajo që është në fund pak më vonë del nalt. Nëse e keni parasysh rrotën e kerrit me tabana, ai tabani i cili është në tokë një moment, nëse hes kerri, mas pak kohë e ke nalt. Është ligji i Allahut xhalla xhelaluhu. Këtë ligj s'ka kush e nal. Ki nuk është ligj që mundet këtu edhe dora jeme edhe jotja me u përzi e me nal rrotën e sjellës për shkak se Allahu tha jo, kjo rrotë ki bosht është në dorën teme, tha. Wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. U sell rrota e jetës Jusufit në Egjipt. Edhe u futaj në sprovat më të thella të jetës së kësaj bote. U manipulu me ta në mënyra shumë të ndryshme derisa edhe dora e grave mori hise në përzirjen e shkelqimit jetës shkëlqyse të ftyrës së bardhë të një pejgamberi prej pejgamberëve të Allahu xhalla xhelalu, edhe dora e grave hini aty. Ngjarja është e njohur. Unë si kam këto për qëllim dersin e sotit. Se dersi i sotit i joni ka emrin e vet. Tema e jone ka emrin e vet, se do ta lajmërojmë edhe pak. Ai kalon mbi gjitha kanalet e sprovave dhe gjitha hendeqet e blokadave të njerëzimit të thjeshëm për kamorali, edhe del në kodrën e vet, për të cilën kodrë Allahu kishtë thonë se ti je i dashuri im, ti në majet kodrës do të dilesh një dit. E dolin majet kodrës. A dit kura i dolin majet kodrës, edhe dolin nga burgu i Egjiptit që kishtë nejtë si pas djetarëve 7 vite me radhë, i tha mreti ati robit që kishtë dalë nga burgu, i cili ishte i porositën me i tregu ati se është një në burg, po din me i spjegu ëndrat mirë, tha asban me prut, ma spjegoje kampanjë ëndër, tha qfare, tha firmani, e thirën prej burgu, tha jo, Jusuf a.s. nuk do të dalë, tha unë nga burgu. Tha pse? Ditët i ke mush, mreti po të lishon me dalë. Amnestia e mretit ka ardhë. Mreti egjiptase ka pas emnin Aziz. Tha mreti po të amneston, hajde dil, dera e burgut tu ka hap. Tha jo. Tha nuk është hap dera e burgit për mua. Unë nuk dalë. Çka janë pra kërkesat e tua? Tha ato gratë shka i prajtën durt, a i keni pyet pse i kanë prajtë durt. Shkoni tha pyet një gratë që i prajnë durt në mezhlisin e mretneshës Zulejha, pse i prajnë durt ato? Tha kur të ma bini këtë lajmë, tha atëherë do të dalë. Atëherë do të hip në fuqi amnestia. Shkun ato, edhe pyetën mretin, gruan e mretit, çka ka arsia që i grati prajtën durt? Çka ndodhi te kalaja kur dirë të mbyllën? Tha ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun. Çka ka puna me ato gratë që i prajtën durt? Çka ka puna te kalaja kur mbyllën dirë te kalas? Si ka rende a gje gruaja e mretit, tha al-ana hashasa al-haqqu ana rawadtuhu an nafsihi. Tha që tash e vërteta dolin shesh, tha atëherë të dirë të kalas mrenda dirëve, unë tha i kam pas fajet. A e gruja tha, unë i pata fajet, tha. Unë e ngrava atë për këmishe, a i dënë të me ikë prej belajës grave. Tha i dënë të me ikë, tha, shkoni thuni se aja është i ndarshëm, e unë i kam fajet. I kalzu Jusufit doli nga burgu. U ba amnestia, u ba. Sot në këto kohat e tona, ka njerëz që nuk pranojnë me amnestu njerëz të burgosur pa fije faj fare. Se tutën që për ju hum burnia burnora apo burnia ligjore. Pra amnestia është e lidhur ngusht
me njeriu të burgosur nëse ai ka faj edhe s'ka. E konkret, kur s'ke faj, amnestia është obligim. Kur s'ke faj, amnestia është... Aja nuk është amnesti, pa e do të dëmë shpërblim. Erdhi Jusufi, a.s. edhe i tha mreti tash ti pra qka përdon? Tha i gjallni ala khazain al-ardi inni hafidhun alim. Tha më ban minister i finansave të Egjiptit. O i nderuar i xhamat, nëse jeni në rjedha të fillim dersit të sotit, prej pusit, prej funit pusit i hudhën prej vllazërive, njoni ban lutje të mreti me bë ministri i finansave të Egjiptit, të atëhershëm. Po edhe pin pus mundesh mu bë ministra i finansave? Jo, nëse don Zoti, prej nën pus mundesh me u bë. Prej ma poshtë se fundi i bunorit mundesh me u bë. Nëse don Allahu xhelle xhelaluhu, e tash ti ta bani që kanë tokë në sjellje sipër të rrotës, apo del kanalt? Del nalt, si thojmë na del nalt, del se Allahu ka thonë. Sa pra banë mu e ministri i finansave. A ju bë ministri i finansave në Egjipt. Erdhën vllazërit prej Palestine me marr grun në magazën e shtetit të Egjiptit për shkak se i kish kap. Thati, tamam. Në pika shumë të shkurta. S'jam ngjarjen e Jusufit sot. Qetër kun jam të dalë. Thanë ato, mretit me në ngarku devët, atë sa jemi mordhesh, atë sa ishin mordhesh u ngarkuan ata, fa adhana muadhinun kale ejetu al-iro innekum lasarikun, në largimin e karavanit bërtiti njeni nga njerëzit e caktuar se oj ju që keni arë prej Palestine, ndalë në karavanin e juve se ishi vjedha cak keni vjedh. Ta shka keni vjedh? Tasin e mretit, kutlën e mretit e keni vjedh, me të cilën mreti i mush fast, anten fun ka vull, vull e mretit është vjedh. Thënë, fëma gjezau men hujgjide indahu, e qka është denimi pra kujt ja gjeni? Tha kujt ja gjajmë e nalim. Selam me ardh. فبدأ بوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم وجدها في وعاء أخيه. Ai inspektori, ai hetuesi që ishte shumë i mençur, i shkolluar, nuk filloi prej te tasi ku ja kishin shti tasin thes, se kjo më u dinte se loj, po filloi prej te i fundit prej vllazërive e ma në fund e gjeti te vllau. Tha, ki do t'jese me neve. Thanë ato, mërë një qeter, në vend këti se këteja kemi marrë babës me emanet. Tha, na nuk bojmë zullum, na nuk mujmë me a gjithë tasin njonin thes, a qetrin vend të ati me ndalë. Vetëm aj që e ka meritu që ju ka, vetëm aj që ka vjellë. Edhe kështu ndodhi, në udhtimin e dit, me gjithë babën edhe vllaznit, erdhën edhe në nejën e si për natën u murën vesh se kush shka është, edhe dolin me gdanë se a i tha, innaka anta la Jusuf, vlau tha, ti je Jusufi, tha, ana Jusufu, wa hadha akhi, tha, unë jam Jusufi, kja vlau jam, tha. Elhamdulillah, ati Allahu që ju ka sjell prej Palestine me gjithë babën edhe me kejtë. Kam pa nëndër se ilzit edhe hana dhe djeli 11 do të mbinë seshde. Kam pa ndër kur kam qenë fmi. Ato me të vërtet i kanë dhanë seshde nderi ati. Ati ministrit finansave në Egjipt, vlaut vetë, këto që bishën seshde ishin ato që kanë hudhë njerin pus. E ta shti kjo seshde është pus e përtet pusit për ka përkulja edhe shtrirja e vetë vetës para njeriu që ndaj ati i ke bo një gabim. Jusufi minister i finansave në Egjipt, a i që ja qitë në pus një dit, ate që e kishan dhe ruki, ate që e kishan dhe ruki i tërlazës prej këtu në Palestinë, se ka pa nëndër. I thanë vllazërit ati, kja në qëllimi jem sot i kësaj deri këtu që e përmenëm këtë ngjarje kuranore. Thanë, qka për në banë tash?
kemi marrë prej babës me hile, kemi lujt lojën mas shpinës ati me hile, e kemi rajt babës dhe të ka hangër uki, kemi qitë në pus, të kanë marrë karavanit, kanë shqitë për pak pare, je maltretu në tokat e pa johurat e Egjiptit, ka pas dore dhe dora e sharrit e gruas, me ti e të mbretnashës e Egjiptit, kejt këto i ke kalu ti tash pas ke shku shumë nëllë, e neve qka pa na ban tash? A i tha di fjalë të cilët Allahu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja tholin Kurani Kerim. Fa la tathriba alejkum fa antum at-tulaqa'u. Tha shkoni se fale keni. Shkoni se fale keni, ju jeni prej dorës dhe mendimit tem të lirë. Kjo çka ka kuptimin në Islam? Kjo ka kuptimin në Islam. Unë ta fali kur kam mundësi mos me ta fal. Faktikisht madhëria e muslimanëve këtu është. Për me amnestu dikan, për me ja fal dikuj edhe kur ka mundësi mos me ja fal, çatëherë është rënja, kësa i thojnë amnesti, kësa i thojnë falje. Mirë po, këta për me ba duesh me hinë shkollë, në këtë shkollë duesh me studiu. Shkolla e Jusuf a.s. Shkolla e Jakub a.s. Shkolla e Jusufit, djalit të Jakub a.s. është stërnipit të Ibrahim a.s. Shkoni fale keni. Edhe rahat, lirëshëm, pa pengesa, pa nga tresa qera, pa prapa vim rapa, pa pasoja. Shkoni. Shka do me thonë fjala e pejgamberit a.s. Jusuf? Shkoni, qatë shkollaj, atë shkoni. Shkoni. Shkoni pa problem. Se ju faktikisht atë që po e keni ba me muë, ju e keni ba atë se nuk e dini. Nuk e keni di që ka jeni të ba. A unë që ka po baj, po e di që ka po baj. Kja është dalimin mes meje edhe juve. Ju më keni qitë në pus, ju e keni rejt babën, ju keni qenë shkak që unë shqitem si hajvan, ju keni bo kete. Ju s'keni dit pra. A unë që po baj, që po ju thomë shkoni fal ju koft, unë po e di që ka po baj. Ashtë një njeri a Burgos, një popull, një parlament, një njerë, një grup njerës, thënë duhet me dalë prej burgu. Ai që e din. Ai që se din, më duhet me dalë prej burgu. Ajo për qëtër pras një gjo nuk e ban, vetëm pse nuk din. Ka dalim, ta dish një gjo, edhe ka dalim të malë, ata mos ta dish. Qka mundet, deri ku mundet me shku me vepër ai qka se din? Deri ku mundet me shku largë? Që shka ban ai qka se din? Ati ja merë menja, se shtëpijën e vetë për gruën, edhe për fmite ati mundet me ndërtu vetë, pa mjeshtër, edhe fillon ai me ndërtu atë. Edhe me të vërtet mundet, se i ranit gurt edhe tubla, i non tranat nalt edhe kulmin, edhe natën ajo shpia ati shemët në bita me mbedhe cullë të ati, kur gjos bëhet që tërsen. Atë që e ka ndërtu aj, i shemët në bikok, aj shka zdin pra e mit vetë vetën, këtë e banë, aj shka zdin e mbit vetë vetën, aj shka zdin mundet me hëngër për koke e mendimin e vetë, kurse ato që din shka bojnë, ato që din për ka dalimi prej ative që zdin, rrugët e zanuna i hapin. Rrugët e zanuna i hapin. Ato që din dirët e mbyllëna i qelin. Ato i qelin dirët e mbyllëna se din me i qelin. Kurse a i shka zdin me jave hekrezën. Qa që problem të madhë? Ven para rezës edhe ndalet edhe shqyqon gat. Ato nuk din. Me a hek një rezë dhe dirët me i hap. Ato ku i njajnë? Kurani Kerim. Nëse e mani men mirë nga Ramazani që i kaloi, ati ka ajeti 90 në suratun Nahl, ka fundi Ramazanit, tha wala takunu kelleti naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Tha ju mos u bani si ajo gruaja që e drejtë në Mekka, ka qenë grua në Mekka një grua. Katonar që po e tham sprish punë, budallic. Çish ti tham që tërsen e smut ti thuj pra, ti thuj më modern pak. Budallic. Ajo ka pas punu një punë e gruja në Mekka, të cilën punë Allahu e prunin Kurani Kerim pejgamberit alayhis salam.
Ja solli veprën e asaj në Kur'an, njeve me na i dhon një shembull për teri ditën e Kiametit njerëzis. Ajo ka tir, ajo gruaja. Ka tir, i thojmë na me tir. Fjala me tir përfshin shumë gjona. Me tir lesh, edhe me tir kanon. Me i tir meselët. Filan hoxha i tir meselët. Filan plaku e tir kanunin, kurse gruaja e tir një shlung. Ajo ka tir lesh. Kuret se ajo kështu areni, me shprish, me la, me shprish, me lor, me tir, me drell. Kështu areni, kështu shkon ajfe, këto cultet tonë s'kan pa këto punë mo tash, te këto i blejnë hazër të toptoni, a gje veshën. Pra njarë me la, në rek tëne me shprish, tëne me lor, e tëne me tir edhe me drell. Faza e fundit a me drell. Me drell gratë bën një bësht edhe një lomshin, edhe ajo në kështu bëhet me një mënira, ajo fa e drell me, edhe prej dorës krena bëhet boshti i madh. Kjo gruja në Mekka e drell ke hargjin. Teri ju mush ke boshti e si kishte aftësit me dit me nal mos e a mush. Këtë defekte kishte. Atë boshti tani kur të mushët shumë prej zakoneve të ati ashtë më ushem. I thuj ngrat ashem boshti. Ashem boshti dhe me thonë janë përzi fijet e drell me mirë. Mirë kanë gjenë bësht të ne duhet me izvilu të krarë. E s'ka ma bajat punë se hargjin e drellëm, të përzdrellëm të ne me zvilu të krarë. Duhet, ajo e zviloj ka e gruja. Kur e zviloj ke lomë shiket, janë iske me drell të krarë. E drell ke e mush ke boshtin, kur ju mush ke plot harrojk, se di ka e së shtimo bot, ape a ju shemke. Shka jam mërmenja, sa ka zgatë qiket. Kur të thojë dë njoni për juve, kjo gruja janë një javë ka në mushtil me qatë borgjit. Me qatë boshtin ashtu. E dini sa ka zgatë nderuar i gjemot kjo gruja qiket vazife? Ta një jetën. Teri ka vdekje ka drejt bo. Tja kujtove se për një javë do lashlëk një gruës del një ajet në Kurana. Shka të bojë një gruë me brumi një javë, më një ajet bo ata gje. Jo ta një jetën. Tha Allahu në Kurani Kerim, ju o njerëz, mos i bani punë si ajo gruja. Gjithë ditën një punë në dorë. E pastaj e shemët prapë qatë punë. Do me dhe, kryne një punë ju. Edhe hecë një qetërën. Kja është mençuri. Kështu të ditur të bojnë. A për shifni do se për disa punë janë bashkë si kjo gruja. E drevin poshtën i falat si falat, amnestohet, nuk amnestohet, vinë e këshirin derës, din me a hek rezet. Goshdën kapigjikit si janë të afë me a hek për me qelë. E shiqojnë kapigjikin goshdën e vume, duhet me qelë, ata se din se a i qelet me të hekmën e goshdës. Ja e goshdën edhe qelet. Edhe ketë nuk e din, se ato faktikisht nuk e din goshda ke ka kryen. A orfuni e ka, a nalt e ka goshda kryen. Që vija kapigjikit ka ngrejat për që ka që janë mas. Ama ani, nash, ti se kujton se sa kjo s'mundet me kjo më përdime. A i ka bon qa që i madhë, mas i se di goshda ka kryen. Po ti a e mendoni nderuar i gjemot, se goshdës me adit ka kryen ashtë leta. A mendon se me adit goshdës ka mojnë edhe ka kryen ashtë leta. A ki dëshirë me dit për atë gruën, pse si a di ajo goshdës ka kryen, që e ka drejt boshtin të njetën. Se mjeku i pruni di vetë kësisoj si ajo gruja në Mekka, edhe si gratë e shti të asisoj që janë burra, ju tha, mërë në këtë goshdë dhe ngullë në murë këtu. Një goshdë madha ama. Një goshdë, 22 cm. Tha ngullë në këtu. Kur ardhën ato di, shti kalibri, ja vunë goshdës, kokën për duvari, di vetë ju matën me qikic me ngullë. Jo majën, kokën ja vunë duvar dashtën me ngullë. Edhe të menqurit prej përmane e shiqun, thënë këta me gjithë mene kanë aqaq ato, se din ka maja. Se din ka kria, nuk ka kjo punë e letë. I pruni dit tjerë, tati kalibri, edhe i pyti mjeku ato tha, ju di pra, këtë di veta, janë të ngullë këtë goshdë mirë këtu. Ato thani jo. Tha, për shka duhet me i bo, goshdës? Tha, natë murë duhet me ngullë. Këto ditë, se moja ta ne. Tha, kjo goshta duhet me ngullë natë murë, a gje. Qish po mendon ti? A qashtu ti lete kun me dit goshda ka mojën edhe ka kokëna? E di pse kun ti let? Pse ti instrumenta ti posedon falas edhe po kujton se mujtë e ngull goshdën pit këtë murë, ta i qetri aqe.
E ka këndodhë të i kështu që po e din, po kujton se e ke pas farz me qenë qështu. Pra Allahu i jotë, krijuesi i jotë, të ka nderu o i ndershëm tije, të ka bon nder të veçan tije me këta që ti këto gjona po i din më njëherë. Po kjo nuk do me thonë se i din edhe qertë. Kjo nuk e ka kuptimin se edhe qertë i din. Kësi din. Kanë thonë, Hitleri, për me humb luftën në Rusi, shka ka qenë shkak? Hitleri, komandonti i cili ka ardhur me 20 junë 1933 në qeveri në Gjermanin edhe për 7 vete shkel botën, atë shkon larë për ka menquria ushtarake ati, që shithojnë qertë dhe që shithomune ajo akit më rëndësi qëtër, po për ato 7 vite ajo arriti ata, ashe vërtet e arriti. Kam lezu me një literaturë se një general në Rusi ka që një letër Hitlerit. Ati shti ushtartë në atë borën edhe mrazin e malë nër tokë, ti gri, ti shpëtoj. Këtu a problemi. Hitleri përgjigjet ka thonë nas një rast i ushtari Gjerman nuk grijet në tokë, mbi tokë. Mbi tokë, po, mbi tokë minus 50. Të ne vdiset edhe ngrijet, se ti mbi tokë, apo? Allahu Gjelle Gjelalu është mbi tokë e në tokë. Shka pata me qëllim, për qëllim me këta? Se është një instrument të njeriu i vumë mas koke këtu. A i danë gjonat ka goshda kokën edhe ka mojen. A ti dalot, a me hi nër tokë, a mës me hi. Që atër si ta kishet smut. Si ta kishet smut. Që atë herë mos e din. As baba cëli ke, as nona cëla ke. Të përzijet baba me nonën. Baba jetë të përzijet me të hujin. Të përzijet vlau jetë me vlavin e huj. Të përzijen gjonat, të përzijen pojmat. Ato pojmat sa të përzijen, të ne mo kejt puna bëhat defekt. E ka dhënë këtu, ja Miloševiqi për shembull. Miloševiqi e ka këtë problem. Kretari Serbisë e ka këtë problem, këtë defekt e ka. Më smrami se din, për shembull. Më e mendon, më në fund nuk e di se Kosova të pavarësohet. Ai nuk e din këta për shembull. Unë nuk po e sulmoj një njeri me i bë një sulm. S'ka kur një sen qëtër sen nuk mungon. Ai e di fëmijët e vet, e di shtëpinë e vet, e di punën e vet, e di detyrën e vet, e di mu bë kretar shteti. Këto këto i di, ka një problem. Këto i di. Ama nuk e di këtu më smrami ajo çka i dallon mojën prej kokë, prej krijës shajkës. Këta se din. Çfarë se din se ajo një ditë do të pavarësohet. Një ditë do të jetë në veti. E tash ai do urdhnoti pra si ta konsiderojsh çast mëshëm, urdhnoti që po të çojmë ti. Shko binde se kjo do të ndodhë. Urdhno binde se kjo do të ndodhë. A ajo do të ndodhë. A di që do të ndodhë. Sot ta bani rrotës poshtë njoni, nesër, nal. E pse kështu poshtë nal? Se rrota po sillet. Rrota po sillet. E pa mundet me nal aja të rrotë, ajo rrota nuk është ai që ka nal, se sa është rrota ati, na folëm. Ajo rrotë është në dorën e Allahut. Ai e sel ata. E tash deri stiç ka spjegove. Dojmë një ajet me najsel në Kurani Kerim, ta shofmi se a mundet me ndodhë kjo ajo. Allahu në Kurani Kerim ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim, sa asrifu an ajati alladhina yatakabbaruna ala al-ardi bighairi haqq. Sa kam me i hek, kam me i urdhzu prej kerrit të kësaj dunjohe ato që hesin me mendje mallësi. Një kerr me kanota ka hip njerëzia në ta plot, edhe po hec, ama ma shumë njerëz se sa zë kerri. Shka në ndodhë dove? Me një lak do, pikin poshtë, edhe kush pik poshtë tu si pas Kurani Kerimit mendje mdhajt? E pse mendje mdhajt pikin poshtë? Pse mendje urtit, kur të hipin në atë kerrin më në aregjoj një ven mu ullë. Atë qardakat pa parmok, tarasat pa parmok hiq, a i në kom do me nejt në kerë. Janë doja ke pa. Ti e vozit traktorit, gjale kje. I thu, hunë gjubre në kulica, ti që të i thu. Baba, hunë gjubre, hunë shpusht. A i të di kam të apa dhe për midis katunit, në kulis traktorit, rinë kam. Mirë po, rinë kam, a i se a janë qardak, a i s'ka parmok. A i s'ka gilindera. A janë taras, vesh tarasa, shtu, qenë. Me një lak, me një ven, kuj ka halët ki me një lak, me një ven, ku shkon? E ta shti ati që unë jasola emnin pazit, a janë shë prikulit traktorit në kom. Ato menqurit janë ullë.
Ai kamera prej kulisës poshtë, ama me të vërtet kamera prej kulisës. Jo hajgare, me të vërtet kamera prej kulisës poshtë. Për fat interesanta shumë. Është interesant me magarin edhe me traktorin edhe me biciklën. Këto tre mjete janë shumë të rrezikshme. Magari me të rëzu është shumë interesant, bicikla me të rëzu shka sekund fare është shumë interesant, edhe traktori, prej kulisës traktorit. Qito të tret ma e men të gjaliri. Këto të tret as njoni së të rëzon në garë, këto ketë në kaldërm të rëzojnë. Po këto plesh që i kimi në gjami që janë pi muë me vetë tërma, këto thojnë, po ki qito po të ditë në kupi, qito pika. E di pika, më dëgjon një mirë. Mu më ka urdzu bicikla, edhe më ka urdzu magari, të ditë më ka urdzu. Edhe njoni më ka urdzu, edhe njoni, se njonin e kam nga shumë, edhe qetrin e kam nga shumë. Qatë pashpirë që ka kam nga, i kam bo 50.000 kilometr me bicikl. Si më sta dish, për një orit e tua, unë i kam vozit në bicikl 50.000 kilometra kejtë. Edhe unë më mendoj se jam në Balkani vetë minjeri, që biciklën e shdripi për 50 shkallë të poshtë me bicikl i që pa i shdripi. Nëse doni me dita, a kjo për një me ajo, gjoni dikun 50 shkallë rënë të poshtë, edhe një bicikl nesër e shdripi. Sot mas namazit gjumohës e shdripi. 50 shkallë që pa i shdrip biciklës i binë fund, se ajo profesionaliteti jem bicikla. Edhe magarim ka urdzu kër jam konër i atë herë. Këto të urdzojnë kaldërm. Ati ku ti me të vërtet thajash. E kanë pyet një psikolog islam. Të më falni, pak, unë e kam drejta, apo? Mas Ramazanit se efte po fillojmë. Inshallah i vazhdojmë të dersët. E kanë pyet një psikolog islam. Pse magari të rëzën kaldërm? Kështu i kanë thonë. Pse magari të rëzën kaldërm? Ka thonë ai psikologu. Ka thonë ai kur të rëzën pa ta marë hakun. Sa ma mirë. A kur se kali, ka thonë ai të rëzën a gje ku të mbronë, se të konsideron zotni. Në mentalitetin e kuajve, ashtë se ti je zotnia ja ti, kurse në mentalitetin e magarve, je ti policia ti. Aja i burgosën të ti, filozofia magarit mrena, ashtë se ajtë të ti a i burgosën, e ti të ati, shka i ban ati, shka të ban azab, shka i kujton të ati, dajma, e qisht janë zerë një ditë këti. Ai kur të rëzoja të rëzu me të nëzërë, kurse kali të ka zotni, thot zotnia jam duhet me obqenë prap i mbrojtun. Mentalitete këto janë gjonat studiume prej njerëzve që ma mirë se na shumë i studiojnë. Këto njerëz të tonë këto, që teme ajon po fillon sot, a do të vazhdojnë nesë, sot një javë dhe sot 2 javë, sot 3 javë, e ka emnin tema, do të folmina për kibrin, disa gjumoja, për kibrin, e pas ta do të inkuadrovi ma vonë për qeshtën e haqit pak. Se na jemi tash mujtë haqit, apo? Këto njerëz kanë me rëshit prej Samarit. A ka një ajet qëtër dishka që ti na thuneve edhe ma me shembull edhe ma të qartë edhe ma të freskët? Po. A ka rëshit Firauni për Samarit? Firauni ka rëshit për... A ka rëshit prej Samarit Karuni? Ka rëshit. A ka rëshit Hamoni prej Samarit? Po, ka rëshit Karan Kaldërm. Firauni Karan Kaldërm me shpin. Se me shpin bjet. Me shpin bjet. Me korriz bjet. Bashkë me unazat e korrizit paguhet. Kush e ka provu e di. A ka ra e Bajeli prej Samarit? Po ka ra. Umej ibn Khalef a ka ra prej Samarit? Bilali ishte një dit në rasat e gurit, të banë tokë, në rasat e gurit të Umej ibn Khalefit, me rasa guri. I lidhën me litar për qafe i ngrehur në për shkretin. Kur gjo, me thonë s'ka zot. Me lanë fene Muhammed s.a.s. Luftën e Bedrit, Umej ibn Khalefi ishte me Bujali në ushtar, a Bilali ishte me pejgamberin s.a.s. A i qëtë nuk i interesonte. Kuan shaj shka unë tash ti duhet me qit prej shpine. Kuan shaj? Haki duhet me ju morë. A ti interesonte Umej ibn Khalefi. E gjetë në Bedr. E gjetë edhe kreu. Ra prej Samarit Umej ibn Khalef. Umej ibn Khalef ra prej Samarit. Vlau i ti e runë të një kalë të shpia. Kanë kohën e runë të një kalë edhe e pitë shintrite me kësë. E pse për e runë këta katë shumë? Tha prej shpinës këti do të avras Muhammedin. Special, transporteri i veçant i blindumi Ubej ibn Khalefit, sa i ka me mit Muhammedin prej shpinës ati i kalit. Hiti a i në shpinë të ati në hod.
edhe ardhi në hod 500 kilometra me e kri punën edhe me i kalzu botës se ja, kja është a i transporteri jem që e rujta për të kri një vepër. A i sulmoj në hod për nga mërën a.s. E sulmoj me të vërtet. Ushtria islame e shenjti dëllën para, po i nderuari vlau i Jusuf a.s. Tha, lishone, kështu tha. Lishone tha se kujshia jem. Kështu tha. Lishone tha se kujshia jem i me këtha. Largonu kejt mone e lanë për balë me për nga mërën a.s. A i në kali. Për nga mërë i dashur. Mësusi njërzia si tha njenit prej sahabove, nga të më një shqit. Njësi. E vuni në ta dhe e gjujti njëre në qaf. Pak. Ata e gërvishja në qaf. Ata e vete e grithi në qaf pak. Ka shku prej Uhudit derin Mekke, afer Mekkës, të pal. Jo të kajt të vikat, të pal. Se qita për shkru në të pal, unë për thëmë të pal. I thanë ato qertë. E pse po vikat, thanë, pse po piskat katë shumë për katë të vrame në qaf, a na kratë e prem, kejtë muslimanët, na i kanë prej kratë, s'po bojmë qatë zhurmë. Po tha, me ju pasra, tha juve, a i që më kara muë, kishi palë dhe ma shumë se unë. Po juve ju kanë prej ato qertë, a kush më kara mu këtu, tha me ju pasra, juve, tha kishi palë edhe ma shumë se qertë, ma shumë se unë që po palë. Pra bjen, me të vërtetën, mos shkoqit me të vërtetën ti se bjen prej Samori. Ku është fjala e fundit e dersit sotit pra? Po e mbyllim me këtë fjalë. Na duhet ta dim, a jemi na në Samorin e të vërtetës. Na duhet të bim mas vetës për plotësimin e boshllëqeve ku i kemi që të konsideromin se na në shalën e të vërtetës jemi të ulun. Na konsideron Allahu xhalla xhelalu e pastaj qerë do të binë prej Samorit. Ama do të binë, me siguri do të binë. Pse do të binë edhe për mbyllim? Kushtet i kanë plotësu me ra. I kanë plotësu kushtet me ra. I kanë plotësu kushtet me ra. Do të vazhdojmë gjumane arshme, inshallah. Shka janë ato kushtet që i kanë plotësu me ra? Allahu xhalla xhelalu namazin e gjumas kabul, inshallah. Ramazanin Allahu xhalla xhelalu neve na e baf kabul. Sadakat, fitrën, zeqatin, e tehijatin, zikrin, salavatet, lutjet që i kanë bo, edhe Kur'an shka kanë klu njerëzit në Ramazan, inshallah Allahu kejtë ka bo kabul. Na i rujtë zoti fmit e tonë, inshallah. Po ju thras tash të gjithë gjëmatin gjami, për një fatiha së bashku, për shahidat tonë në Kosovë dhe anemon ka po bin për dit ato. Me dëshirë të flakt që Allahu këtë fatiha ta pranon prej neve, edhe shpirteve ative që u bëhat në fakt të vorat ajo. Që u bëhat në fakt ative, inshallah, se suratul Fatiha është nëna e Kurani Kerimit, pra sevapat e nënës Kurani Kerimit javdaft ative. Do ta knojmë së bashku inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Xhamat e nderuar. Kam taku një ditë një shoqë. Më të regoj një fjalë, unë e kam para pas e ban ju me dit ata. Ai jeton me një vend në majet e maleve të veriu të Afganistanit. Kush e din geografie? Këto male i din ku janë. Po nëse nuk i din, ti spjegoj unë që shanë puna. 7500 metre nivelin bidetar. Për mi deti janë 7500 metre. Na këtu ku jemi 446 metre. Dhe një jonë. Të shkolla e jonë, është vendi 446 metre mbi detin. E atash, a i ku jeton 7500 metre mbi detin. Nëse këtë se keni kuptu, shka do me thonë, plesë kanë drejta mësë me kuptu shka do me thonë kjo. Po e spjegojmë qëtërin e ndrishe. Prej Rafshit, 15 dit, duhet me shku me kali. Tera gjenal. Me stacione, me pushime, me tuflet, me mushke dhe me kali, 15 dit duhet me utu të rrit dile shagenal. Prej se egziston dunjoja megla halas kara, se megla të ka poshtë bil. A gje hiq? 106 vjet, plakën shti moment, këtë dita e kanë qutë doktori, me pas e shfarjete ka agjenalt. Qishash, i ka thoni i kef mushknit edhe zemrën të 1 6 vjeqari. 7500 metre nalt, 15 dit me kalik, me konoqe, me mrija gjenalt. Prej qiti vendi i kam taku një njëri.
Thash, a keni din jo a gjë ka zëmu e le klimën? Tha, hoxha jonë në ka thonë, prej këti vendi, na ku jemi këtu që 15 dit me kali, du të me raterit e sheri poshtë. Vllaznive tonë në Kosovë, s'kemi mundësi me ju ndihmu ndryshe. Bani dua. I ka thonë xhamatit vetë në xhami hoxha. Bani dua, se s'kemi mundësi, s'kemi ju bo piktu, që s'ka mundësi qëtër. Lutë në Allahun që vllaznive tonë në Kosovë të ndihmon Zoti. Pra nuk jemi vetë. Nuk jemi vetë. Neve edhe në 7500 metre mbi detin nalt për neve dikush për ingrenë durët. E tash po ju tham në balë, kështu për balë po ju tham. A sa shturp që neve duajat e tonat mungojnë, e shpijes, gjuhës, kombit, fez, vendit, duajat e tona, lutjet e tonat mungojnë, e njorit nga del zota gje prej helikopteri kus hipa. Lut një Allahut gjelle gjelaluhu. Lut një Allahut për vlezrit natën. Natën lut një Zotit, kur ta mbyll një derën e dhomës ju ku flini, se nuk ka fajde shumë prej lutjeve publike. Nuk ka shumë dobi ku shuti se sa me dalë të toptonin shkup, ngreni dur, thuni amin, a topton, ati shiten malra, po toptoni i doajave, ashtë kur ta mbyll një derën e dhomës ku flini, mbyll një derën e dhomës ku flini, falni ka dire qatë para se mëra me flet, ngreni dur të ati thuj, o Zot, s'kam nevoj, që të thuj, s'kam nevoj unë temën personalisht, po i qes nevojat e vllaznive para nevojave mia. Edhe thuj, se unë ashtë zdin ti mu lut, po thuj, ku di qka të sam zdi, thuj, o Zot, nevojat e vllaznive para të mijave, po i qes ati të mija ti din. Pra pranomi lutjet e mija, zbritën ndihmën tona atë që të vendi. Lillahi l-Fatiha.